Gjithashtu është mbyllur dhe java 31 në Premier League. Ekipet kanë treguar rivalitetin si gjithmonë, por përsëri Arsenali mbetet kryesues me një diferencë të madhe pikësh nga vendi i dytë. Java e 31 është mbyllur me Aston Villa West Ham 2-0, Tottenham Nottingham 0-3, Newcastle Sunderland 1-2, Leeds Brentford 0-0, Everton Chelsea 3-0, Fulham Burnley 3-1, Bridgton Liverpool 2-1 dhe Manchester United me Bournemouth 2-2. Në fakt, Arsenali mban vendin e parë me kuotën e pikëve 70, ndërsa Manchester City me kuotën e pikëve 61. Pavarësisht se Manchester City ka një ndeshje më pak, përsëri diferenca vazhdon të jetë 9 pikë dhe sikur Manchester City të fitonte, përsëri 3 pikë do jepni një diferencë të pikë 6 maksimale. Manchester United është në vendin e tretë dhe për të mbyllur zonën e Champions League-s është Aston Villa me kuotën e pikëve 54 dhe për të filluar me vendin e 5 me Liverpoolin 49, i cili mbetet jashtë zonës së Champions League-s. Dhe për të përfunduar me kampionatin e Bundesligës, Bayerni kryen detyrat e veta. Gjithashtu dhe ekipet e tjera, Augsburg Stuttgart 2-5, St. Paul Freiburg 1-2, Mainz Eintracht Frankfurt 2-1, Dortmund Hamburg 3-2, Bayern München Union Berlin 4-0, Wolfsburg Werder Bremen 0-1, Bayer Leverkusen Heindem 3-3, Köln Mönchengladbach 3-3, Leipzig me Hoffenheim 5-0. Dhe vlen të theksojmë për krenarinë e shqiptarëve se Erblin Osmani debuton për herë të parë me gjigantët bavarez me Bayern München. Në minutën e 87, kompani i beson djaloshit me origjinë nga Gjilani për të bërë debutuesin, ndër debutuesit më të ri për ekipin bavarez. Gjithashtu Erblin Osmani tregoi një karakter dhe një teknik shumë të mirë në fushë, duke marrë kështu vlerësimet maksimale nga të gjithë vlerësuesit e futbollit. Dhe për të mbyllur kështu në këtë mënyrë me tabelën e Bundesligës, Bayern München kryeson Bundesligën me kuotën e 70 pikëve, Dortmundi i ndjekur në vendin e dytë me 61 pikë, Stuttgarti me 53 në vendin e tretë, Leipzig në vendin e katërt me 50 pikë, Hoffenheim me 50 pikë gjithashtu, Bayer Leverkusen me 46 pikë dhe në vendin e 7, Eintracht Frankfurtit me 38. Që rrezikojnë rënje nga kategoria e Bundesligës, por në Bundesligën dytë janë St. Paul me 24 pikë, Wolfsburg me kuotën e 21 pikëve dhe Heidenheim me 15 pikë. Kështu kampionati i Bundesligës shfaq mjaft interesant, por pavarësisht të gjithave deklarohet sikur Bayerni është zyrtarisht fitues. Pavarësisht në matematik, llogarit mbeten përsëri të hapura. Dhe kështu nga stadiumi Robbenja në Tiranë ju them mirupafshim dhe faleminderit që na ndoqët. Jemi bashkë në puntatën tjetër dhe shpresojmë me lajme të mira, me kualifikimin e Shqipërisë në botror, por gjithashtu dhe të djemve të Dardanis. Gjithë të mira dhe mirupafshim.